Do me thonë që dalë në cilësinë e qytetarit, ka disa nivele të zhvillimit. Do me thonë, nëse diagnostikohet herët, mund të kenë një cilësore, mund të krijojnë familje, mund të punojnë, mund të jetojnë normal, por nëse në një fazë më të vonshme, mund të penalizohen më shumë. Forma e përcakton ecurin, do me thonë gjithmonë këtë 80% që e ka këtë formën e zakonshme të sklerozës multiple është më me fat, nëse mund ta themi. Kjo forma tjetër mund të jetë jo aq mirë në përgjigje ndaj terapisë dhe pashmangshëm kemi edhe në kuadër, do me thonë skleroza multiple duhet të nënkuptohet edhe si një diapazon i gjatë. Fatkeqësisht, secili ose shumica e të diagnostikuarve në fillim, asociacioni i parë që krijohet me sklerozën multiple është shkopi, paterica dhe karoca invalidore, fatkeqësisht, sepse ashtu ka qenë deri para 10 ose 20 viteve, kur